Gjykata e posaçme ka dënuar me 7 vite burg ish drejtoreshen e kadastrës Durrës, Raimonda Dashi, për pastrim parash, por nuk do të vuaj asnjë ditë heqje lirie. Dënimi u konvertua në 3 vite shërbim prove me kusht të mos kryej vepër tjetër penale, pasi zbriti 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe u aplikua neni mbi shërbimin e provës. Ndërkohë, GJKO dënoi edhe vëllezërit Besian e Leonard Ramaj si dhe shtetasin Ardian Malasi, që dyshohet se në bashkëpunim me ish shefën e kadastrës pastronte paratë e pisa të vëllezërve Ramaj. Përkatësisht të dënua përfundimisht me 5 vite Besian Ramaj dhe me 6.8 vite i vëllai Leonardi, me 6 vite u dënua ortaku i tyre Ardian Malasi, që njëherësh është administratori i shoqërisë Ledio 04 që është vendosur në sekuestro. Ajo çfarë vërehet në vendimin e gjykatës është fakti se ndonse 4-shja u akuzuan për grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Dënimi u dha vetëm për këtë të dytën, pasi për grup të strukturuar kriminal u shpallën të pafajshëm. Vëllezërit ishin dënuar në Belgjik dhe pasuritë në vlerë mbi 1.2 milion euro që u janë sekuestruar janë vënë nga aktiviteti kriminal sipas prokurorisë. Ky fundi thotë se nga viti 2010 në 2023 vëllezërit Besian dhe Leonard Ramaj së bashku me dënjohurin e tyre Ardian Malasi kanë investuar pasuri të paluajtshme në Shqipëri duke kryer shitblerje dhe transferime pronash e veprime financiare fiktive me qëllim pastrimin e të ardhurave përmes ndërhyrjeve tek ish drejtoresha e kadastrës së Durrësit.